Për gjithë mësuesve, pedagogëve dhe njerëzit mendimit shqiptar, festën e tyre këtë 7 mars, me ngacit dëshirën dhe aksionin tonë të përhershëm, me kaje të mirën dhe kontributin e synimit tonë, për të qenë aktor dhe autor në një proces këmbgulës ndryshimi, hap sot fushatën Brain STEM, apo ndryshe këtë në shqip, qëndrimi, vlerësimi dhe lartësimi i trurit shqiptar. Përderisa sot në Shqipëri të gjithë flasin për ndryshim, ne si PD kemi ambicien e madhe që të flasim forte me zot vendosur e njëkohësisht me veprime aktive të qarta për transformim. Nëse ndryshimi është vetëm përmirësimi i vetë të njërit prej disa prej komponenteve që përbëjnë dhe formsojnë shoqërinë, shtetin, vendin, transformimi është përmirësimi progresiv i paarrestueshëm, i pabllokueshëm, i të gjitha këtyre komponenteve. Fushata Brain STEM do të fillojë me shpalljen e 7 mars të Brain STEM Strategy. Do të shoqërohet me një sër takimesh intensive nëpër auditorë universitetesh, me akademik, intelektual, pedagog dhe student. Do të synojmë përpiqemi të prezantojmë, pasturojmë dhe përmirësojmë idetë dhe strategjinë tonë Brain STEM, nëpërmjet debateve publike, takime me zyrtar, politikan, vendimarrës, drejtues të institucioneve arsimore, drejtues të akademisë shkencave, rektor, dekan, universitete shqiptare, qofshin publike apo private, pedagog, intelektual dhe student. Kauza jonë është kauza e vendosjes së parametrave të barazisë së kushteve, mundësive dhe shanseve, ku mendimi shqiptar, pedagogët shqiptar, universitetet shqiptare, publike dhe private, studentët shqiptar të ndihen të respektuar, vlerësuar dhe lartësuar. Me këtë nisëm, ne duam të japim jetë dhe forcë hapjes një debati të madh publik, i cili do të formatojë dhe përjetësojë politika, vendime dhe strategji të qëndrueshme. Afatgjata, të cilat i japin vlerë, nder, dinjitet, barazi dhe respekt universiteteve shqiptare, studentëve që studiojnë në to dhe mendimin shqiptar në përgjithësi. Kjo fushatë sensibilizuese do përmbyllet në datën 28 mars 2009, kur ne do të ftojmë të gjithë akademikët, intelektualët, pedagogët, studentët, sipërmarrësit në fushën e arsimit, qytetarët dhe politikanët shqiptar, që të gjithë të marrin pjesë në marshimin e shpresës. Ditën e shtunë, në datë 28 mars, ora 12:00, të gjithë së bashku të dëptojmë me këta qytetar se duke mbledhur në sheshin Skënderbej, dhe duke marshtuar për bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe duke përfunduar në sheshin Nën Tereza përballë rektoratit, ne japim mesazhin e madh të shpresës që më së miri duhet të ushqehet, rritet dhe forcohet vetëm nëse Shqipëri do të krijohen kushtet, merren vendimet dhe ndërtohen strategjitë të cilat i japin vlerë, nder, dinjitet, barazi dhe respekt universiteteve shqiptare. Studentët që studiojnë në to dhe mendimin shqiptar në përgjithësi. Më poshtë në dokumentin tonë është shoqëruar edhe Brain STEM Strategy, e cila pret të pastruohet, por këtu janë pikat kryesore dhe themelore të cilat ne kemi menduar të pasqyrojmë gjatë kësaj fushate, nëpërmjet të cilave ne do të vazhdojmë të zbërthejmë dhe përmirësojmë gjithçka që është shënuar këtu nëpërmjet këtij dokumenti. Në vërtet duam të themi që se vjen pak fjalë, ideja është që ne duam se deri sot është krijuar përshtypja se në Shqipëri është krijuar një kast e privilegjuar, njerëzish të cilët vetëm nga se kanë studiuar në Perëndim, ata duhet të trajtohen në mënyrë të posaçme nga shteti dhe nga struktura shtetërore shqiptare. Ndërkohë që ne duam që në Shqipëri të vendoset një lloj balance, sepse përndryshe atëherë pse ekziston universitet shqiptar? Përndryshe pse ne licencojmë universitete private shqiptare? Pse lejojmë që në tregun e madh të arsimit të Shqipërisë të investohen miliona euro, në të cilat studentët paguajnë dhe presin të marrin një shërbim kualitativ? Ne duam që Universiteti Publik Shqiptar, përfshirë universitetin privat shqiptar, të marrin vlerën që u takon. Nëse shteti ka strategji, nëse shteti ka financat, nëse shteti ka politika të cilat i adreson tek arsimi, atëherë këto mosmirë do shkojnë tek arsimi shqiptar. Jetojmë në Shqipëri dhe ne duhet të vlerësojmë dhe të japim realisht atë që i takon arsimit shqiptar, duke e forcuar universitetin shqiptar, duke dhënë forcë mendimit shqiptar që është rritur këtu, që lind këtu, që formatohet këtu dhe që debatohet këtu dhe njëkohësisht edhe merr formë këtu. Ambicia jonë është kjo që të përpilohen strategjitë sakta që ky mendim realisht t'japi vlerë dhe produkt për shoqërinë shqiptare. T'japi vlerë dhe produkt duke qenë i respektuar dhe
definitoz, se përndryshe edhe konteksti i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe konteksti i antarësimit të Shqipërisë në NATO, dhe konteksti i antarësimit të Shqipërisë në gjitha strukturat ndërkombëtare do të jetë një kontekst kur neve do të vazhdojmë të qëndrojmë si qytetarë dorës dytë. Nëse shteti do e cilësoj dhe do e adresoj studentët shqiptarë, Universitetin Shqiptar dhe Vendimin Shqiptar si të dorës dytë, atëherë qytetarët shqiptar raport me institucionet ndërkombëtare do të jetë poshtë i dorës dytë. Atëherë ta ngrem mendimin shqiptar, ta balancojmë, sigurisht duke e vlerësuar strategjinë brain gain që ka shteti shqiptar, duke e vlerësuar strategjinë e rikthimit të mendjeve të ndritura të cilat kanë studiuar në Perëndim, por ama duke balancuar dhe duke vlerësuar universitetin shqiptar që është këtu. Protesta juaj ku t'i adresohet? Jo, nuk është protest, nuk është protest. Është një marshë? Kjo është, ideja është që, sepse shpeshherë në procesin e vendimarrjes ka situata, ka rrethana, ka kuadër religjor, ka kuadër politik, i cili e pengon zyrtarin, politikanin, vendimarrësin, dekanin që të marrin vendime të drejta, apo të marrin vendime të cilat sjellin produktivitet në këtë kaje. Atëherë ne kemi synuar që gjithë për një ditë, të paktën studentët, pedagogët, vendimarrësit, politikanët, dekanët, të dalin nga ambienti, nga rrethana, në cilën ata jetojnë, në cilën ata formatojnë mendimet e tyre, dhe së bashku të shikojnë me një këndvështrim dhe me një fokus të caktuar. Do kjo është thjesht mashini i shpresës, do të jetë një mënyrë ku të gjithë të shohin me një këndvështrim përbashkët. Dhe pastaj të gjithë së bashku të çlirojnë duart, të çlirojnë mekanizmat, të çlirojnë edhe rrethanat për të marrë vendime të drejta në këtë drejtim, pra që do të jetë vlerësimi, respektimi dhe dinjiteti i mendimit shqiptar. Doktor Bardosh, sa përqaroj më thënë, momenti i marshimit është një moment përmbyllës, si të thuash të rëgën atë momentin e gatishmërisë. Por ftesa jonë është që duke nisur që sot, ne të diskutojmë, të hapim diskutimin me gjithë aktorë, duke nisur nga studentit deri tek akademiku, për diskutuar se si ne mund të hartojmë së bashku, duke nisur nga sugjerimet tona, një strategji e cila të jetë integruese dhe ajo çfarë tha zoti Galdini, që të mos prevalojë ideologjia e atij që studion jashtë ose e të riut, por të vlerësohet individualisht personi mbi bazën e dijeve që ka. Do me thënë, është shpeshherë se ky është një diskriminim pozitiv, në fakt ky është privilegj kur tjetri kualifikohet ose pranohet në një punë bazuar vetëm në faktin që ka studiuar jashtë apo diku tjetër. Ne nuk jemi kundër, siç u tha, por është ftesë për diskutuar gjerësisht për gjetur një sistem i cili të jetë sa më i drejtë dhe sa më integrues në mënyrë që studenti që në momentin e parë kur ai nis studimet dhe akademiku që është në kulmin e karrierës së tij të di pozicionin e tij në këtë ambient shkencor. Që parimi i bazë i shtetit të së drejtës është barazia e kushteve. Dhe thënë, të dyja edhe socializmi dhe demokracini bashkojnë një fjalë që është barazia, feudalizmi është i madh. Socializmi ai që kaluan do të barazin në shtrëngim, demokracia do barazin në lidhje. Dhe kjo iniciativë nuk do thotë se nuk është e hapur ndaj studentëve i mbaron jashtë, përkundrazi kërkon që individët të në hierarkinë e vlerave të gjejnë barazi ligjit dhe jo të priten me këmbë e para, se nuk e ka këtë privilegj sepse është një fakt i njohur që barazia e kushteve bën të mundur që dalin talent. Mund të kenë njerëz shumë të zotë, po s'ka mundësi financiare të studiojnë atëherë. Shteti duhet t'i qëndojnë dhe t'i përvojnë kualifikim. Pra këtu nuk ka asnjë, si të thuash, xhelozi në këtë iniciativë, por ka vetëm një thirrje për të bashkuar forcat për të ngritur kulturën dhe arsimin shqiptar.